Gjurmë Portash u titullua ekspozita fotografike që identifikoi dyert e Korçës, por edhe të Rehovës së Kolonjës, të cilat kanë element të trashëgimisë kulturore dhe historike. Të gjitha fotot janë realizuar nga fotografja Giulia Pecani, e cila tregon se është duke vazhduar me shumë dashuri traditën e stërgjyshit të saj Kristaq Sotir. E rritur mes imazheve bardhëzi të fotografuara nga stërgjyshi im Kristaq Sotir, mendoj se aty ka qenë piknisja e pasionit tim për fotografinë. Këto që shihni këtu janë thjesht disa prej portave të fotografuara ndër vite. Për mua portat nuk janë thjesht hyrje fizike. Ato shfaqin histori, tradita, kujtime, të përcjella brez pas brezi. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Korçë është duke punuar edhe për dokumentimin dhe detajimin e portave, të cilat kanë element të trashëgimisë kulturore, duke ndërtuar edhe një manual për mirëmbajtjen dhe restaurimin e tyre. Është në proces realizimi i dokumentimit grafik, rilevimi dhe detajimi i të gjithë portave të qytetit të Korçës, po jo vetëm, edhe në zonën e Kolonjës, në Rehov. Ne të kemi në përfundim një manual restaurimi dhe mirëmbajtje për portat e vjetra, mbase një botim i cili do t'i shërbejë qytetarëve të Korçës, por jo vetëm, në mënyrën e restaurimit, mirëmbajtjes. Ekspozita u ndoq me interes nga autoritetet vendore dhe qytetarë të Korçës, të cilët vlerësuan këto pjesëza të trashëgimisë kulturore dhe historike.